Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Spitali i Tetovës është përfshirë në protesta. 10 infermierë të punësuar kërkuan zgjidhjen e statusit të tyre dhe pagat e vonuara. Ne nuk po kërkojmë dhurata, kërkojmë pagat tona të vonuara, kërkojmë kontratat tona të munguara, kërkojmë vendimet tona të merituara dhe të premtuara, tha një infermiere. Ndërsa kryeinfermieria në Tetovë tha se nëse infermierët që ju kanë mbaruar kontratat nuk do të vazhdojnë punën, do të krijohet kolaps. Ajo shpreson në zgjidhjen e problematikave me emërimin e ministrit të ri. Rreth 140 infermierë mbeten pa kontrata pune, disa prej tyre kanë shumë vite që punojnë me status pa zgjidhur. Ditë më parë në media doli një komunikim i brendshëm me Ministrisë së Shëndetësisë përmes së cilit ish ministri Arben Taravari në ditën e parë të punës në krye të shëndetësisë urdhëroi spitalet publike për ndërprerjen e procedurës së punësimeve. Rishikohet buxheti në Maqedoninë e Veriut. Ministria e Financave Gordana Dimitreska Koçoska njoftoi fillimin e negociatave brenda ministrive. Sipas saj, në tremujorin e dytë fokusi do të jenë investimet kapitale. Koçoska është e mendimit se ribalancimi është i nevojshëm përpara zgjidhjeve lokale. Ai shtoi se gjatë kësaj jave dhe javës së ardhshme do të intensifikohen edhe negociatat dhe konsultimet me hartimin e buxhetit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut përkrah kërkesën e Partisë Liberal Demokrate për organizimin e zgjedhjeve në një zonë zgjedhore. Si grup parlamentar i VMRO-DPMNES ne mbështesim një njësi zgjedhore ku do të ketë drejtë të votojë edhe diaspora, përndryshe nuk kemi debat politik as në një agjendë tonë që të ulemi të kërkojmë kompromis, konsensus dhe kështu me radhë, deklaroi Istria Mickovski. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare apelon nevojën e investimeve në fushën e mbrojtjes. Zëvendës ministria Blerina Abrazhdë në takimin e mbajtur në Kosovë me temë perspektiva mbi sigurinë globale, çfarë vjen nga pas në kuadër të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë. Në një koment për barazinë gjinore në mbrojtje, Abrazhdë denoncoi diskriminimin ndaj grave në këtë sektor. Tha zëvendës ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Blerina Abrazhdë. Ministri i mbrojtjes i Kosovës shpreh shqetësimin që për herë të parë ka një fragmentim në marrëdhëniet e shteteve që përfaqësojnë vlerat demokratike. The real threat I see within the fragmentation that is very obvious inside of those that are presenting values. Në panelin perspektiva mbi sigurinë globale, çfarë vjen nga pas në kuadër të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, ministri i mbrojtjes i Kosovës, Eyüp Maqedonsi, u ndal tek rreziku që sjellin konfliktet në Ukrainë, lindjen e mesme dhe tensionet nazi. Por më rrezikshme sipas tij është fragmentimi brenda grupimeve që përfaqësojnë vlerat, ndër të tjera, ai kritikoi dhe largimin e shteteve nga parimet demokratike. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.